çfarë i udhëzuar je ti, nëse je i udhëzuar dhe ende nuk din shkronjat e Kur'anit. I udhëzuar, elhamdulillah, që sa ko, 1 vit, 2, 3, 5 vite, e qel Kur'anin dhe nuk din me lexu fjalën e Allahut Azza wa Jall. A do me thonë që ky nuk është i udhëzuar? Jo, ajo është i udhëzuar. Çfarë i udhëzuari? Kjo është një pikë pyetje e madhe. Kjo është një pikë çuditje e madhe. Kjo nuk është në rregull dhe nuk i takon të udhëzuarit të mirëfillt. Ai i cili është i udhëzuar në realitet tamam si duhet, i kushton në rëndësi diturisë fesë Allahut Azza wa Jall, diturisë përgjithshme. Nëse dituria është hapi i parë që duhet ta merr besimtari, s'mund ta fal namazin nëse s'ka dituri, s'mund ta ban ibadetin nëse s'ka dituri, s'mund t'i nështrot Allahut nëse s'ka dituri, s'mund t'largohet prej gabimeve nëse s'ka dituri. Ka nevojë për dituri. A shumë fatkeqësi e madhe kur kalojnë 5 vite në udhëzim, 10 vite në udhëzim, dhe pastaj vjen momenti që ti habitesh me pyetjen e thjeshtë që ai ta ban pas 10 viteve, ndërsa atë është dashur me mësu vitin e parë. Atë është dashur me mësu muajin e parë, prej kur ka fillu me praktikimin e Islamit si duhet. Muajin e parë duhet me mësu besimtari, ai i cili udhëzohet, ai i cili përmirësohet, gjërat elementare. Pas 10 viteve, një mesele thjesht e prish abdesin a nuk e prish, nuk është problem, ka kohë për diskutim, edhe 100 vite me jetu, ka vend për diskutim. Çështja është kur neglizhohen, kur nuk mësohen meselet e dinit, sidomos ato që janë të nevojshme dhe të rëndësishme, dhe kalojnë vite të tëra, dhe nuk dihen rregullat kryesore të fikut, nuk dihen çështjet kryesore të akides, nuk dihen shkronjat e Kuranit, e kështu me radhë. Dhe kjo është fatkeqësi e madhe. Dituria është shumë e rëndësishme për secilin prej nesh, për secilin musliman, për secilin besimtar, për secilin të udhëzuar, ta njeh fenë Allahut Azza wa Jall, si do ta duam ne Allahun, si do t'i nështrohemi Allahut, si do ta praktikojmë fenë Allahut nëse ne nuk kemi dituri, nëse ne nuk kemi njohuri.